Kosova ka shkuar në zgjedhje të përgjithshme për të zgjedhur se kush do të drejtojë për 4 vitet e ardhshme, por duket se situata atje nuk është aq e qetë. Ditën e djeshme ka pasur një incident në komunën e Skënderat, ku janë përfshirë kryetari i komunës atje, si dhe një përfaqësues i lëvizjes vetëvendose. Për të folur mbi këtë situatë në Kosovë, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Nexhmedin Spahiu, profesor i shkencave politike. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Me vi mirë. Profesor, duket se këto zgjedhje nuk kanë filluar aq të qeta, pra fushata ka filluar me mjaft tension. Çfarë po ndodh realisht në Kosovë? Po, në fakt është një tensionim i situatës në cilën Serbia tashmë veç po investon në një, si të them, këngritje të armatosur, ndoshta, në një përleshje mes forca politike në mënyrë që të dëshmoj se në momentin që aleatët e Kosovës, fuqitë të mëdha, e lënë Kosovën të ecë në këmbët të veta, tu nuk mund të bëhet shtet, mund të bëhet vetëm një luftë civile dhe mund të bëhet vetëm domethënë anarki, sepse këtu nuk ka një brum, nuk ka një patriotizëm në mesin e qytetarëve të Kosovës, të cilët do të mund ta bëjnë shtetin. Thjesht kjo ka qenë insistim i Serbisë me shumë kohë më parë, domethënë gjatë gjithë kohës, dhe ndonjëherë ne japim dëshmi se Serbia ka të drejtë, domethënë duke treguar nivelin jashtëzakonisht të ulët të patriotizmit dhe duke treguar një, si të them, përçarje në mesin e shoqërisë tonë, e cila mundoj shkakton atë që mos rahatohemi si shtet. Profesor, po pse po lejohet që Serbia të futë hundët, pra përgjegjësia e kujt është kjo? Po nuk shikon, të nuk e di, janë gishtin të padukshëm, të cilët veprojnë, të cilën turmat nuk i shohin, njerëz të, domethënë për shkaqe të interesave të tyre, duke vënë interesin personal në krye të radhës dhe jo interesin kombëtar, bëhen vegla të këtij manipulimi. Dhe kjo është, po mendoj, ajo çfarë nuk është problemi që ka ndodhur një incident, domethënë se incidente mund të ndodhen, por njeriu për shembull kur ti bën veprën penale, nuk dorëzohesh në polici, e pastaj atë ku kanë qenë të kyçur një deputete vetëvendosës dhe ne ish zëvendës ministër i vetëvendosës dhe një aktivist tjetër, dhe ku bëhet sulmi nga kryetari i komunës, edhe pastaj ai nuk pranon që të intervistohet nga hetuesit, policia nuk guxon që të shkojë ta arrestojë atë, provon matet e tjerë, kështu që kjo tregon një situatë ku mungesë të shtetit ligjor. Fakt kishim edhe njësinë speciale e cila vajti në Skëndera. Është i tepërt përfshirja e njësinë speciale në këto incidente, pra mund ta kryente policia thjesht e Kosovës? Jo, nuk mund ta kryente, përderisa po mendoj policia, përderisa është detyruar policia speciale dhe madje edhe ajo është zbythur, kjo tregon që aty nuk bëhet fjalë që policia rëndom mund ta krynte punën. Nuk ishte nevojë, shikon, për njerëz të ndërgjegjshëm, nuk ka nevojë që policia fare të angazhohet. Ti merr ftesë nga hetuesi, si nga prokuroria, nga policia dhe paraqitesh thjesht në polici. Nuk ka pse të angazhohet as policia thjesht as e policia speciale, po përderisa nuk paraqitesh ftesën, përderisa policia e zakonshme nuk merr guximin që të angazhohet, atëherë duhet të angazhohet policia speciale, po ja që edhe policia speciale tregon
domethënë ka treguar dobësi dhe tash çështja shtrohet si do të veprohet tash kjo trimëron për shembull në mjediset serbe. Njerëzit domethënë që të nëse policia speciale nuk mund të kryejë punë në Skenderaj, pse do të kryejnë punë në Zveçan ose në Leposavić ose Graçanic ose diku tjetër. Domethënë kjo është nxitje për kryengritje, për rebelim. Profesor, kush po përplaset realisht në Kosovë? Pra, kemi përplasje të Albin Kurtit me kë? Pra, dhe si është e ardhmja e kësaj përplasje? Është përplasja mes Albin Kurtit dhe Sami Lushtakut. Domethënë kjo kanë dy emra, domethënë të përveçshëm në këtë rast, të cilët përfaqësojnë edhe rryma politike. Njëri është kryetari i Skënderajt dhe është de facto lideri i PDK-s, edhe pse jo lider formal. Tjetri është kryeministër dhe lideri vendosës i partisë më të madhe në vend. Në fakt kemi parë edhe një rikthim të Vjosa Osmanit në shtëpinë e saj politike. Çfarë të re i sjell kjo LDK-s dhe le të themi a mund të jetë rikthimi i saj një faktor që kjo parti të vinë në pushtet dhe ta mund Albin Kurtin? Apo nuk ka faktor fare në këtë mes? E vështirë që tani mund ta bëj këtë, por sigurisht që me Vjosa Osmanin LDK do të ketë një ngritje. Tani është e vështirë të përcaktojmë se çfarë ngritje do të mund të ketë LDK. Mendoni që mund të ketë një lërim të zotit Thaçi dhe një rikthim të tij në shtëpi në një kohë që zgjedhjet mund të mos kenë përfunduar? Jo, këtë nuk e dim. Këtë nuk e dim, por besoj që incidenti i ndodhur dje ja rëndon situatën atje Hashim Thaçit dhe të akuzuarve në Hag, shkakun duke ditur se kjo është një gjykatë politike, thjesht ku alatët e Kosovës kanë vendosur për këtë gjykatë dhe nëse po mendoj sigurisht situatat të tilla si kjo e djeshme janë ato që e kanë bërë, që kanë formuar këtë gjykatë speciale dhe ekzistenca e këtyre problemeve tregon që në rast të lirimit të akuzuarve në Hag, atëherë situata mund të bëhet akoma më problematike. Profesor, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi dhe shihemi në intervista të tjera. Çdo të mirë.